Kosto relativisht e ulët e punës është një avantazh konkurrues për ekonominë shqiptare dhe burimi i rëndësishëm të ardhurash sidomos në eksporte, si sektor që mbështeten në shfrytëzimin e kostos së ulët të punës, një ngjërsisht fasonet apo call centrat, por nuk janë të vetmit. Një industri që po zhvillohet me ritme të shpejta është eksporti i shërbimeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, apo siç njihet mes profesionistëve IT outsourcing. Për të shkurtuar shpenzimet, shumë kompani europiane po kontraktojnë partnerë në vendet lindore për shërbime të caktuara. Për shembull, Deutsche Bank i ka vendosur disa prej sistemeve të veta në Ukrainë, ndërsa Siemens e ka vendosur qendrën e saj për kërkim dhe zhvillim në Rumani. Sipas një studimi të shoqatës së specializuar Central and Eastern Outsourcing Association, në Shqipëri ekzistojnë tashmë 15 kompani të teknologjisë së informacionit që punojnë me shërbime të kontraktuara nga jashtë, duke angazhuar gjithsej rreth 150 specialistë të këtij sektori. Pagat në këtë industri fillojnë nga rreth $10 deri në afro $30 amerikan për orë pune, në varësi të nivelit dhe të përgjegjësisë. Edhe volumi i tregut nuk është i papërfillshëm. Studimi më sipërm tregon se për Shqipërinë dhe Kosovën, shërbimet outsourcing gjenerojnë gjithsej $5.3 milion në vit. Ekspertët besojnë se potencialet e këtij tregu në vendet e lindjes janë shumë të mëdha. Potenciali eksportues e rrit interesin për të investuar në burime njerëzore në fushën e teknologjisë së informacionit. Kjo gjithashtu tregon se me investimin e duhur Shqipëria mund të eksportojë edhe punë që kërkojnë një nivel të lartë ekspertize.